Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi gjatë vizitës së tij të parë në Ukrainë që nga fillimi i agresionit rus se nuk e ka tradhtuar Rusinë dhe se në samitin e mbajtur në Odesa nuk e ka nënshkruar deklaratën që dënon agresionin, pasi ajo bënte thirrje për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Vučić tha se Serbia ka qëndruar neutrale dhe se askush nuk ka ushtruar ndonjë presion të madh ndaj tij që ta nënshkruante këtë deklaratë. Sërish kam qenë i vetmi që nuk e kam pranuar deklaratën, ndryshe nga ata që pranojnë çdo gjë kundër Rusisë, çdo gjë që munden, tha Vučić më 11 qershor para gazetarëve në Odesa, ku mori pjesë në samitin Ukrainë-Europa Juglindore. Ai theksoi gjithashtu se është krenar për politikën e Serbisë dhe për pavarësinë dhe vendosjen e saj, kështu do të vazhdojmë, deklaroi Vučić. Gjatë fjalimit të tij në samit, presidenti serb deklaroi se vendi i tij do të vazhdojë të respektojë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë mbrojtjen e integritetit territorial të vendeve që janë të njohura nga Kombet e Bashkuara. Gjithmonë kemi mbrojtur këtë qëndrim dhe do të qëndrojmë të palëkundur në këtë pikë. Mendoj se në një mënyrë kjo mund të jetë edhe e dobishme për Ukrainën, tha Vučić. Duke folur për gazetarët, ai shtoi se ka falenderuar presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, për respektimin e plotë të kartës së OKB-s dhe të integritetit territorial të Serbisë, dhe këtu nuk ishte Prishtinë dhe përfaqësues të Prishtinës, tha Vučić. Në fjalimin e tij në samitin e Odesas, ai deklaroi gjithashtu se Beogradi do të dëshironte të ndihmonte në rindërtimin e një ose dy qyteteve apo një rajoni të vogël në Ukrainë si shenjë mbështetje për qytetarët e Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Zelensky falenderoi presidentin e Serbisë Vučić për pjesëmarrjen në samitin Ukrainë-Europa Juglindore dhe për ndihmën ndaj Ukrainës. Ai theksoi rëndësinë e kësaj vizite e para e Vučić në Ukrainë, sidomos në kohë lufte, duke vlerësuar praninë e tij në terren.